Keni desh me mba mu du keq, po unë jam ujki vjetër, ma i prova rekord dhe gjithani. Se jam nis me ba mirë dhe nuk m'len zoti mu me dal keq, të askush. Po ju lapera, ju mos keni ftyrë me dal ma në TikToks. Unë s'do dal ma anyway, mu ma shpif. Kam hy me zemër, me shpirt, me një mu njerës. Se mu duk të gjatë bukur, po. Me sot. Po ju hajduta, ti Semi Dubai, i hajdut, i degenerum, si hell, pak lektuja, me basi dikushi, ja ki mësu edhe Aleksit njajtin gjest, hap një gofonde, me njerës të skenum si këta, që mi qut mu në Amerikë. Hap një gofonde, hy një hell një ka $100,000 se i merë një mrapa, o lapera. Jo, kam gjetu në qabani. Dolen herojt e popullit shqiptar, në për tana media shqiptare, duke u ba heroj, me lek, që këto i kishin ba për vete. Ky gofond është kënë i në skenum shumë bukur, shumë bukur, si unë kur s'do t'a kisha menu, kur nuk do t'a kisha menu se është. A i dhoj inskenimi nga këto grupe degenerum, duke i marrë me rrallë me Alex, me Sam, me këto hajduta që kanë bjallë gjithë kohën, edhe këtë pjesë e kanë ba një inskenim është bukur, se unë nuk disha me fut me malan mu topin të dora. Punë të mija në halët mija. Jam që kam hy me tanë shpirt, mas që më kam thënë edhe familjarët mi. Hy në aman një mojës të gjënath. Unë nuk kam asë si doj lidhe këtë botë ma atë gofon. Asë se kam hapun, asë si kam njoftë të njerës, deshi zoti ma bani rrugën me i njoftë. Kush janë, sot, unë s'di kush janë, asë si kam njoftë kur, asë inshallah zot nuk njeftë makshë njerës dhe sot jenë gjallë. Kam hy me shpirt me një mu ditën e parë, me kashin, me krejt $40,000. Këna hy ditën e dytë, me inskenime me skenat Alex Vishtë të Semi Palachos. Unë kam hy me shpirt, me mundu me një mu me abago fondin se thoshin ka pak dit jetet, kurse këta ishin duke ba inskenime dhe tyne si me ule elin poshtë, qunat e burgut, e qunat e atjehit, sikur po si ta hedhëm